Në Gjirokastër, në zonën karakteristike të qafës së pazarit, u zhvillua një aktivitet sensibilizues në kuadër të projektit Zinxhira Social Rise për forcimin e kapaciteteve të qendrës komunitare sociale Zinxhira, për ofrimin e shërbimeve të specializuara e gjithëpërfshirëse për komunitetet në nevojë. Ky aktivitet synim kishte edhe ndërgjegjësimi për përfshirjen sociale, barazin e të tjerë, duke sjellë në vëmendje rolin e institucioneve dhe komunitetit në mbështetje të grupeve vulnerabël. Bashkia Gjirokastër edhe në numrin e projekteve fituara, në vend të dytë në rang kombëtar, sigurisht për numrin e vogëlsisë pas Tiranës, por jemi në ato bashki që nuk presim thjesht fondet e qeverisë, fondet e të ardhura që mbledhim, por çdo ditë punojmë për më shumë investime, për më shumë mbështetje dhe nga donatorët. Falenderoj të gjithë për suportin, për mbështetjen. Kjo qendër në fakt i shërben gjithë asaj zone, gjithë lagjes Zinxhira dhe vetëm lagjes Zinxhira, gjithë bashkisë Gjirokastër me një makinë që do jetë në dispozicion të njerëzve që kanë nevojë, me një staf i cili për momentin përbëhet thjesht nga një fizioterapist edhe psikolog, por do të mundohemi edhe me fondet e bashkisë Gjirokastër për ta shtuar stafin. Duhet të ecim para edhe me Roma Market për ta kthyer atë zonë aty, jo thjesht për t'i dhënë jetë, edhe për të punësuar disa persona, jo vetëm nga komuniteti rom, por për ta kthyer në një pikë atraksioni turistike për njerëzit që duhet shikojnë si punohet guri, druri, shporta për artizanët. Ky program ka një rëndësi të veçantë për mbështetjen e fëmijëve në nevojë dhe familjeve të tyre. Gjithë ky projekt konsiston në ofrimin e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve dhe mbështetjen sociale të fëmijëve dhe familjeve të tyre. Programi ka të bëjë me moslejimin e askujt pas dhe mbështetjen e tyre që kanë më tepër nevojë. Shpresoj që të kemi akoma edhe më tepër projekte të tilla për fëmijët në nevojë. Programi i IBE-s për kujdesin social ka një rëndësi të veçantë dhe na vjen shumë mirë që në kuadër të këtij programi shikojmë bashkëpunimin mes bashkisë, shoqërisë civile dhe organizatës së Institutit për Kulturën Rome, çka na tregon se nëse ka frymë bashkëpunimi, mund të bëhen gjëra me vlerë. Projekti zbatohet nga Bashkia Gjirokastër në partneritet me Institutin e Kulturës Rome në Shqipëri në kuadër të programit BE për kujdesin social, financuar nga Bashkimi Evropian në Shqipëri dhe zbatuar nga UNICEF Albania, World Vision Albania në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.